Një kërpudhe rallë llojit Pleurotus ostratus është gjetur me 6 nëntor në zonën e fshatit Stanishor në Gjilan nga profesori i biologjisë Artan Jakupi. Kultivimi i saj realizohet në laboratorin Fungicos Lab në një nga laboratorët e parë në Kosovë që merret me kultivimin e kërpudhave që nga viti 2019. Sipas profesorit Artan Jakupi, interesimi për kultivimin e kërpudhave lidhet ngushtë edhe me profesionin e tij si biolog, duke theksuar se kërpudhat kanë vlera të larta ushqyese dhe konsiderohen një ushqim i rëndësishëm për konsum në përditshmëri. Sigurisht që nevoja për ushqim është e madhe, pra edhe në popullatën tonë, po ashtu dihet që kërpudhat janë ushqim ekzotik dhe se lëllëshmëria e kërpudhave është shumë e madhe, për atë se ushqimi jonë është diçka jetike dhe ne duhet ta kemi konsiderat dhe ta kemi në trurizat tona. Prandaj edhe për profesionin që e barti, ka qenë interes i madh në studimin e tyre dhe njohin sa më të madhe të këtyre pra kërpudhave. Ky kultivar është gjetur në nëntor të vitit 2025 dhe tash jemi në fazën e dhënies së fruteve. Pra një kohë është bërë në formë eksperimentale, pra është pa rritja e tij në terren ushqyese, pastaj është menduar të bartet në fermë ku aty rritet dhe krijohet fruti i saj. E njohur për përdorimin e gjerë në ushqim, ai thekson se kjo kërpudhë përmban proteina, vitamina dhe minerale të rëndësishme për organizmin. Sigurisht që kjo kërpudhë cilësohet me veti ushqyese, pra me sasi të proteina dhe vitaminave, sidomos kompleksin e vitaminave B dhe vitaminën D, cilat dihet që janë për benefite shumë të mëdha ose kanë benefite shumë të mëdha për organizmin, për trupin, për imunitetin, kështu që jo vetëm në aspektin ushqyes, pra konsiderohet kërpudha dhe në aspektin shëndetësor, pra ka vlerat e veta dhe efektet mjekësore terapeutike. Përveç njohurive profesionale, ai ka realizuar edhe punime artizanale për pajisjen dhe funksionalizimin e laboratorit. Sfidë ka qenë dizajnimi i laboratorit, cilën pra unë nuk kam has dikun që me pa jashtë, mirë po në atë aspektin e njohurive teorike që i kam pra fituar nga fakulteti, kam fillu të merrem me dizajnimin e laboratorit, gjithë infrastrukturën që e ka, pra një pjesë e tyre janë ato që i kam ndërtuar në mënyrë artizanale dhe disa prej pajisjeve dhe thotë i kam blerë. Sigurisht që ato që i kam bërë ka qenë e përgatitur nga unë, pra fillimisht nuk kam pas ndihmë diçka prej institucioneve tjera apo prej laboratoreve tjera, pra NKS ka qenë krejt e menduar nga ona ime. Sipas profesorit, kërpudha është 100% e konsumueshme dhe mund të shërbejë edhe si alternativë ushqimore ndaj mishit. Kjo kërpudhë është 100% është e ushqyeshme dhe me këtë jemi ushqyer edhe familja jonë, edhe dashamirët e mi, shokët, dhe kështu që kanë çmuar për shijen edhe për pamjen edhe ato veti që jep. Sigurisht që mund të jetë një alternativë dhe zavendësim i mishit, po prapë secili i ka pra benefitet e veta dhe shquhet për vlerat e tyre. Kërpudha tashmë konsiderohet e gatshme për treg. Do të ishte e mirë që të futet ky produkt në treg, për shkak se kemi nevojë për lloje të ndryshme të ushqimit dhe trurizat tona të përmbajnë edhe kërpudhat të cilat pra pak janë të njohura në vendin tonë. Përndryshe, kjo kërpudhë konsumohet shumë në vende tjera, sidomos në Evropë, Itali e më gjerë. Pra mesazhi im është që të konsumohet edhe ky lloj i kërpudhave dhe edhe lloje tjera të cilat mund të jenë, edhe ekzistojnë pra në përbot,
Mirë po tek ne, pra përjashtim që faktikisht vetëm shampioni është Nikpurdha ose Agarikusi siç njihet tek ne, është shumë i përhapur, mendoj që edhe ky lloj ta ketë edhe vlerën e tij. Profesori Artan Jakupi synon që përmes kultivimit të këtyre kërpudhave të zgjerojë prodhimin vendor dhe të ofrojë një produkt ushqimor cilësor, duke shpresuar që ai të mbështetet dhe të gjejë përdorim sa më të madh në tregun kosovar.